Specialistët e qarkullimit rrugor në detyrim vendor të policisë Kukës arrestuar në flagrancë një 37 vjeçar banues në Kosovë pasi në aksin rrugor Kukës Shishtavetës u konstatua duke drejtuar automitin në gjendje të dehur. Po këto shërbime referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal në gjendje të lirë për një shtetas tjetër 37 vjeçar pasi duke drejtuar automitin ka humbur kontrollin e drejtimit të automitit duke u përplasur në mbrojtëset metalike të një lulishtje të qytetit. Si pasojë ka vetëm dëme materiale. Ndërkohë, specialistët e Komisariatit të Policisë Kukës në bashkëpunim me shërbimet e qarkullimit rrugor kanë konstatuar bllokuar, shoqëruar dhe me pas proceduar për veprën penale pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit, duke u sekuestruar edhe automitet e dy shtetasve të cilët në qytetin e Kukësit kanë parkuar automitet tyre në mënyrë të gabuar duke penguar lëvizjen e lirë të përdoruesve të rrugës. Automitet u sekuestruar në cilësinë e provës materiale, materialet procedurale i referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme, thuhet në njoftimin zyrtar të detyrisë vendore të policisë Kukës.